Ishte një shtunë pasdite e nxehtë koriku. Dielli përvullonte si furrë dhe ajri kondicioner në shtëpinë e vjerit tim, Resmie, kishte vendosur të na trahtonte pikrisht atë ditë. Isha ullur në divanin e dhomës së ndenjës, duke fshirë djersën nga bali, kur dëgjova një renkim të thellë që vinte nga dhoma gjumi. Ishte vjeri Halit Haradinaj, një burr të 12 vjeç me flokë të bardhë si borë dhe një mustaj që i jepte pamjen e një gjenerali në pension. Ai vuante nga dhimbjet e shpinës dhe të gjujve, por këtë pasdite dukej se dhimbja ishte më e fortë se zakonisht. "Gjergj", më thiri ai me zë të ngjeshur. Erdhi qasti. Më merr atë shishën blu nga komodina. Unë, Gjergji, dhëndri i tij shembullor, të paktën kështu mendoja, u ngrita me i herë. Shisha blu ishte një vaj i fuqishëm për dhimbje reumatizmi që e mbanim si një thesar të fshehur. Era e tij ishte aq e fortë sa mund të zgjonte një të vdekur, por Halitit i bënte mrekulli. "Të lutem, ma fërko këtu, në kryq", më tha ai, duke treguar pjesën e poshtme të shpinës. "Por me mas, bir, mos më shtyp se ka meshtra që kërcasin më shumë se një mulli i vjetër." U përpoqa të hapja shishën. Kapaku ishte i ngjeshur si të ishte ngjitur me ngjitës. Pash djathtas, pash majtas dhe pa menduar gjatë, e mbështeta shishën në mes të gjoksit dhe e shtrëngova me të dyja duart duke u përpjekur ta këputja. Në atë qast ndodhi fatkeqësia. Një lëvizje e gabuar dhe e gjithë përmbajtja e shishës, një lëng i verdh, i ëndyrshëm dhe me erë si një përzierje mentoli, piperi dhe djegësi, u derë dhe tëra mbi këmishën time të bardhë dhe, për fat të keq, mbi duart e mia. "O Zot", bërtita, duke u tërhequr si të më kishin djegur. Vaji ishte i ftohtë, por ndjesia e tij në lëkur ishte sikur të kisha futur duart në një fole grenzash. Por nuk kisha kohë të merresha me duart. Haliti po rënkonte. "Gjergj, të lutem, më fërko se po më merr shpirti." Pa kohë për të shkuar në banjë, pa kohë për asgjë, unë e lash këmishën si ishte, tani ishte një leckë pa dobishme dhe ju afrova atij. Me duar të lira nga vaji, fillova t'ia fërkoja shpinën. Por vaji në duar ishte më shumë se sa mendja. Ndërsa unë fërkoja, ai vaj po depërtonte në lëkurën time, duke krijuar një ndjesi djegie që po ngjitej ngadalë nga majat e gishtave drejt kryqeve të duarve. "Ah, sa mirë, Gjergj", pshertiu Haliti. Vazhdo, se po më zbuten kockat." "Po, vjerë, po vazhdoj", thash përmes dëmbëve, duke u përpjekur të mos tregoja se duart më digjeshin sikur i kisha futur në lavë. Djersa më riste përgjatë balit dhe më hynte në sy. Pa menduar, ngrita dorën për të fshirë balin. Ishte gabimi im fatal. Vaji, ai vaji mallkuar, mund gjit në bal. Brenda disa sekondash, ndjeva sikur kisha vënë një mask me piper djegës. Syt më filluan të lotonin pa pushim. Ndjeja një djegje të tmerrshme dhe në të njëjtën kohë, Haliti po më kërkonte të vazhdoja më poshtë te këmbët. "Tani këmbët, Gjergj." Gjuri i majth po më dhëmb si të ishte gozhduar. E dija se çdo gjë ishte duke shkuar jashtë kontrolit. Syt më digjeshin, duart më digjeshin dhe unë isha ullur para tij, duke ja fërkuar këmbën me një shpejtësi të çmendur, duke u përpjekur ta mbaroja sa më shpejt. Në atë qast, dëgjova qelsin në derë. Zemra më ra në thembër. Ishte ajo, Resmia. Ajo hyri në sallë me 2 qese plot me perime dhe një bukë të madhe. Me të hyrë e para që pa ishte pamja. Unë, ullur para Halitit, me këmishë të njëllosur dhe të zhveshur, me duart e mia mbi këmbët e tij, duke ja fërkuar me një ritëm që mund të keq interpretohej lehtë. Sytë e mi ishin të kuq dhe të lotuar, dhe unë po pshertia si një njeri i munduar. Resmia mbeti e ngurtësuar në derë. Qeset i ranë në dysheme. Bukës i ra një copë. "Gjergj, çfarë?" filloi ajo me zë të dridhur. "Çfarë po bën këtu? Pse po qanë? Pse më fërkon këmbët babait të tij me atë vështrim?"
O, Resmi, mos fol se po të bën për vete, tha Haliti nga divani, duke mos e kuptuar dot dramën. Më fërkon vajin që më soli djali. Një vaj i mirë, sa herë që më fërkon, ndihem si i ri. Resmia hodhi një vështrim nga unë, te duart e mia të kuqe dhe të fryra, te sytë e mi të përlotur, dhe më pas te Haliti që pshertinte i kënaqur. Ajo ngriti një vetull. Po ti, Gjergj, pse po qanë? Pyeti ajo me një zë që tani dukej më i qetë, por që brënda ti fshihej një stuji. Vjerë, tash me një zë që mezi po dilte nga fyti, sepse djegja tani ishte bërë e padurueshme. Nuk po qaj, më digjet, gjithçka më digjet. Vaj, duart, syt, dhe pastaj erdhët ju dhe... Nuk munda të vazhdoja. Djegja ishte aq e fortë sa u ngrita në këmbë dhe fillova të kërcej në vend, duke fërkuar duart në pantalonat e mia, pastaj në fytyrë, duke u përpjekur të largoja atë ndjesi feri. Resmia, duke parë këtë skenë të çuditshme, mua duke kërcyer si i marr, Halitin duke qeshur tani në divan, dhe erën e fortë të vajit që mbushi të gjithë shtëpinë, kuptoi gjithçka. Ajo filloi të qesh. Një e qeshur e madhe që i shkunte trupin duke u mbajtur për derë. O birë, tha ajo mes të qeshurave, të pas ka djegur vaji i babait. Hajde, hajde, se të diun ilaçin. Ajo më kapi për dore dhe më çoi në kuzhinë. Atje hapi frigoriferin, nxori një kos të ftohtë dhe filloi të më liente duart me të. Ftohtësia e kosit ishte si një bekim nga qielli. Djegja filloi të qetësohej. Më pas, ajo më lau syt me ujë të ftohtë dhe më fshiu balin me një leckë të lagur. Haliti ishte qaluar deri te dera e kuzhinës, duke mbajtur këmbën e djathtë. Mos u bëj qejf, Gjergj, tha ai, duke më përplasur shpatullën. Herën tjetër, ma hapti shishen para se të vesh këmishën, moj budalla. Resmia më dha një gotë me ujë dhe më tha, e shikon tani? Të thash unë, vajrat nuk janë për duar të buta si të tua, por je një djalë i mirë që përkujdesesh për vjerin. Ajo u përkul dhe më puthi në bal, ku ende ndjehej era e mentolit. Vetëm se herën tjetër, më thuaj para se ta nisësh këtë ritual, se të paktën ta hap unë shishen. U ulëm të tre në kuzhinë duke qeshur. Unë me duar të kuqe si karotat, Haliti duke rënkuar nda dhimbja por duke buzëqeshur, dhe Resmia duke na servir nga një gotë raki për të kaluar tmerin. Dërsa e pija rakine, ndjeva ende një djegije të lehtë në buzë, por kjo ishte një djegije e këndshme. Vjera, duke parë fytyrën time të përvëluar dhe duart e kuqe, tundi kokën me dashuri. Ja, që do të thotë të kesh një dhëndër që i fërkon vjerit këmbët me vaj, tha ajo duke ngritur gotën. Një burr i vërtet nuk trembet as nga djegja, as nga turpi. Por, Gjergj, herën tjetër, përdor doreza. Dhe unë, Gjergji, dhëndri shembullor, u betova në atë qast se do të mësoja të hapja shishet pa i derdhur dhe se do të mbaja gjithmonë një kos në frigorifer. Jo për salat, por për rastet emergjente, si qishte ajo pasdite kur Vjera më gjeti duke ja fërkuar këmbët Vjerit, në një skenë që nga ai moment u bë legjend në familje.